gjykata kanë bërë shkelje prej 15 villit. Jo, s'ka thonë, kërkun s'ka thonë. A, ti se pas ke lexu. Jo, s'ka thonë. Ti se pas ke lexu. Seanca e konstituimit të Kuvendit të Republikës së Kosovës e filluar më 15 prill 2025 nuk ka përfunduar dhe si rezultati mosgjetjes së kryetarit dhe nën kryetarët të Kuvendit të Republikës, e njëjta nuk është zhvilluar në pajtim me përcaktimet dhe kërkesat e paragrafit 1 të nenit 66 zgjedhja dhe mandatit kushtetues së Republikës së Kosovës. Okej, po këtu nuk e thot decidivisht. Nuk është pajtim, është decidivisht. Decidivisht. Që këtu ka pas shkelje, njerëz parë se janë asnjë. Pa diko shkelje mund të jetë edhe që këta s'kan propozuar antarët të komisionit. Shkelje mund të jetë edhe këta që s'kan votuar për ose kundër votimit të fshat. Edhe ato llogaritën shkelje. Tash ti nëse do na më interpretu kështu. Apo jeni këtë jashtë gjykimit. Na jemi të dhënë, domethënë Halilio ka jep konotacion veç nga një aspekt. Thot forma qysh Avni dhe Arja ka çu seancën në shkelje. Në ndërkohë po them që shkelje është se s'kan votu as pjesa tjetër e deputetëve. Po s'ka drejt me votu se bën shkelje o koleg. Bën shkelje. Unë e përsëris dhe e mbyllish. Votimi, vota e deputetit është me fuqi absolute në Kosovë. Nëse shumica pajtohet. Nëse on plenare, ku të konstituohet Kuvendit. Ku të dush ti, shumica nëse vendos që ashtu ka me shku. Kjo për mua nuk ndryshon se ky është interpretimi jam në gjykatën kushtetuese ka shku ka drejt. Zoti Pyesi. Në gjykatën kushtetuese nuk ka shku një veprim ose një pasojë e Kuvendit Kosovës. Ka shku një pasojë procedurale që s'po mund bëhet Kuvendi Kosovës. Tentativë për të marrë një vendim. Lutem, domona ende s'kemi vendim. Jo. Prandaj e ki kesh zoti Roma. Jo, se shkoj kesh Roma shumë mirë. Jo, atë po bëjmë pjesën e tij ne interpretim fatal të kesh. Zotë Matoshi, a mundet ta kenë gjithë mirë profesor? Okej. Themi te baza shkurtimisht. Kjo është kështu fitet hajgave gjithë flokë. Themi te baza shkurtimisht. Nuk ka interpretimet bro, Halil, po më për veti. Ti si ekspert juridik po as kushtetues. Po interpretimi yt është ky. Hiç me skon si çaj fyeti jo fidon. Po jo ka shumë. Shkruan vetëm pak. Internet se para se ta dëgjojmë se dua qartësinë ose pa qartësinë ta dëgjoj nga Rama. Nuk e tulon, ish deputet. Nuk e tulon. Çka po shkruan ish deputeti? Ish deputeti dhe nikosisht kolegu i Halilit në Institutin Demokratik të Kosovës, drejton Selmane. Çka po thot? Po më thot ndrimi i procedurës së votimit, i cili po na ndjek dhe e përshëndesim, ndrimi i procedurës së votimit bëhet vetëm me mocion procedural, që e bëjnë vetëm deputetët. Ani çka ndodh? Mocioni votohet brenda seancës së vetë. Që kjo e çfarë t'ja thonë dhon? Në rast konkret shkelja në rastin konkret shkelje e plotë e kushtetues mënyrës si po sillet Behari. Ç'është? Kjo po thot për diçka tjetër. Në rastin e seancës konstituive nuk lejohet asnjë mocion procedural. Jo, s'është vërtet. Mënyra e votimit përcakton do fillim. Mënyra, ta lexojmë një herë pastaj. Mënyra se ne i respektojmë edhe deputetët edhe ata që na shikojnë. Në rastin e seancës konstituive thotë nuk lejohet asnjë mocion procedural, mënyra e votimit përcaktohet në fillim të seancës konstituive dhe me konsenzus të plotë dhe nuk mund të ndryshohet gjatë zhvillimit të procedurës. Po, kam qenë pjesë e shkrimit të rregullores për 5 vite. Po gjykata apo çdo një interpretim më vonë. Gjykata kushtetuese nuk thotë që rregulloria e përcakton kështu. Përkundrazi. Si ku shkruaj? Cilin end rregullores? Cilin end? Rregullores Kuvendit ajo, po flet për rregullores. Jo, po as rregullore Kuvendit nuk e rregullon në seancë konstitutive. Unë thash nuk e di nëse ka çfarë dinë se tash na po kapim pjesë veçantë. Vota e deputetëve të Kuvendit është votë plot fuqishme dhe ata mundin me vendos çka doin brenda seancës së O deputetët duhet me zgjedh mënyrën e zgjedhjes së kryetarëve dhe nënkretarëve. Dhe mënyra e zgjedhjes edhe këtu e ka lejuar në dy mënyra. Domethënë deputetët vendosin me shumicë çu duhen me procedurë. Sa çtojmë të thonë bron se votojnë. Kështu që apelojmë çu po dota Lili, s'ka problem. Okej, vazhdo Rama. Në aspektin e përgjithshëm, vendimi i gjykatës kushtetuese ka dhënë çarësi të plotë. Veç ka thonë kështu, i ki 30 ditë. Nuk ka nevojë me të kallëzuar as shkon zgjedhje, as çka bën as kur gjë thotë i ki 30 ditë që ti dush me e kryqet punë. Çka ndodh mas 30 ditë, nuk ka nevojë me ta vizatuaj kushtet. Po një paragraf ka dalë po që zgjedhet për jashtë. Po s'është ashtu. Nuk është ashtu, s'mundet me denal gjykata zgjedhjet ty. Po i kanoni po s'mundet me denal, që mas 30 ditë. Shiko, s'mundet me denal gjykata zgjedhjet. Jo, ka polici, fal. Po ani dhe as policia s'mundet me denal. Qitu e ka shku që jo, ai detyron ty me i gjet, për ndryshe, nëse ti nuk i zgjedh institucionet, as në burg nuk shon se e ki gabim këtë punë në burg, që do ta shmish çuton në burg. Është një ndërshkim. Është ka cenim, është një ndërshkim Halil këtu. Është vota e qytetarëve. Kaq është.
Gjykata kushtetuese ka thonë kështu. I keni parti politike, po mu ka me po puç bilan kushtetuese pa pasojë. I keni jo demokraci. Kush pa thënë se s'ka pasojë? Kjo puç. Kush pa thënë se s'ka pasojë? A pajtohesh se ka 10% vetëvendosje? Tjetër sa në ndëshkimi votës. Dëshkimi i votës. Jo, s'është interesant. Na po flasim për rendin demokratik, rendin demokratik Kosovë që numëron. Dëshkimi përmes votës është forma Halil, puç është shumë e rëndë kjo thuhet puç. Është forma ju e dini që ka puç konstitucional, kushtetues, ka puç ushtarak, ka puç partijak. Që kjo është puç partijak, blokada e sistemit, kjo sfidim i sistemit. Edhe tu e që sistemi kosovar nuk ka mekanizm mbrojtës, sepse s'ka mekanizm që bërë demokracinë. Sepse demokracinë supozohet që do duhet me bërë partia fituese. E mbrojnë demokracinë institucionet tjera, e ki presidentin edhe ki shumica e partive politike. Demokracinë e mbrojnë më shumë ti check and balance komunikimin dhe mjet pushtetit. Që vendosin se ato e kontrollojnë kush ikë dhe kush ishte po kështu do duhet. Nëse ky zotëri është të bllokat, e kupton me zërat e reja që mban së shpejti. Çarçon apo pa çarçon? Jo, çarçon absolutisht. Lutem, lexoj në 108. E ki aty, në 108 konsideron se zgjedhja jashtëzakonshme si zgjidhje opsionale i refuzon literalisht. Kush refuzon? Gjykata kushtetuese. Se vetë kush gjykatën hiç. Ka zojt. Do më ti si Albini tash, po një gjykatën. Sepse nëse nuk i zgjidhe mas 30 ditë gjykata, s'mundet me ta marrë ty me të votuar me shtime zonë. Po çka bëhet pas 30 ditëve? Presidenti. Absolutisht, dy opsione janë. Potencialisht mundet me lyp edhe na sharrim shtesë në gjykatë, se si me vepru. E dyta e ka ingerencën e plot kushtetuese me çu vendin zgjedhje, thotë s'po pajtoni, ecën në zgjedhje edhe kaq. Sepse s'mundet me met këto jetën kështu bllokuar. Po do të shkruaj këtë dikun me fiton të lutem. S'ka nevojë me shkru, sepse ta ka sqaruar, i ki 30 ditë. S'ka nevojë as më të vërtetu. Thotë mas 30 ditë nuk e keni bë, piçojmë burg në një është për ta lirë edhe në dy po shkojmë në zgjedhje, po arbitrare. A shkon çika dikun ka dy? Po që arbitrare është, vendi shkon zgjedhje. Po shkon kushtetut, aja kompetencat kushtetuta. Po, kompetencat i ka presidentja për zgjedhje. Po. Edhe për zgjedhje nivel lokal, edhe nivel republike. Do të thonë, veç presidenti është që domethënë i shpo zgjedhjet e konsideron që s'ka asnjë autoritet tjetër nuk ka. Po s'ka. Por në këtë situatë, domethënë sipas mendimit tim, presidentja duhet sa më shpejt me kërku edhe një sqarim gjykatë kushtetuese. Po. Sepse gjykata kushtetuese s'ka pas të drejtë të jep mos. Mosa kishte më qartë, nëse konstituohet për 30 ditë, shkon zgjedhje. S'ka pas drejt gjykata. Çka tash pyetja është, çka duhet veprohet, ç'është veprohet pas 30 ditë? Po kjo parashit, sipas mendimit unë jam optimist se brenda 30 ditë do të konstituohet parlamenti. Optimist. Unë som optimist hiç me këtë. Po më merr mendja që duhet parashit sepse është e liçuar kjo. Rama po insiston. Fituesi zgjedhje pyet thotë po ditë që sekondë mendju po jeni optimist. Po vetëm pak. Ti tha që është qartësuar situata. Po. Që unë ku e shoh qartësimin. Unë po e shoh pa qartësi. Jo, të 30 ditë që shoh qartësimin, i ka ditë. Jo të 30 ditë, të përgjithësitë e vendimit. Jo, i ka detyruar DBT, krejt komplet. Ka bë balancë. I ka thonë kështu, teton keni përgjegjësi që brenda 30 ditë. Ose me zgjedhje të institucion, ose me kthy qytetarit i cili ai ju ndeshkon juve në votës. Kaq është kjo është. Që tu janë dy sen kjo është ma demokratike nuk ka çysh. Është leximi i dur sipas i përgjithshëm dhe i përmbledhur, sepse unë nuk jam as gjyqtar, as ekspert, as jurist, as kurrë. Politikisht po mundona me sqaroj çështu. E dyta, ku e tha më herët zoti Kryeziu, ka pas praktik në 2021-ën, ku gjykata ka vendosur me shkon zgjedhje. Ka thënë decisivisht vendi shkon në zgjedhje. Unë nuk e di tash ndoshta me sqarim shtesë presidentes. Cila kërkon, çka ndodh mas 30 ditë, ndoshta e thotë. Që mundet më ia thon direkt është në jurisdiksionin tuaj politik që me vendos vendi me shkon zgjedhje, por nuk ka veprim tjetër pos zgjedhja pas 30 ditë, kuptojeni? S'ka, sepse presidenti s'mundet me zor me detyru në të mshel edhe 2 javë ditë ty mbi bardhë i zi çu doni. Nëse s'ka u di, presidenti ka veç një veprim, me i pyet cila është data e zgjedhjeve. 30 deri 45 ditë.